E kuptova. Avokat, më lejo që të ftojmë bisedë gjithashtu edhe gazetarin Lavdërim Lida. Lida, të përshëndes, faleminderit që gjete pak kohë për të komunikuar. Nuk kemi qëndrim zyrtar. Përshëndetje, faleminderit. Ama sipas informacioneve tona, duket se gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të zotit Veliaj, gjithashtu është hedhur poshtë dekreti i presidentit. Çfarë prodhon e gjitha kjo në gjykimin tënd? Po, efekti i parë është rikthimi në detyrë i zotit Veliaj dhe shkarkimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës, moralisht dhe politikisht. Pra, kemi një mesazh të qartë të gjykatës kushtetuese e cila ka bërë një akt vetëm mbrojtje institucionale, sepse u fye publikisht nga kryeministri Rama me tezat se vetëm këshilltari ligjor i presidentit Ilir Osmani njifte kushtetutën, njifte procedurat në shtetin shqiptar dhe në marrëdhëniet midis ligjit për qeverisjen vendore dhe Këshillit Ministrave, pra kishte një formë instinkt institucional të gjykatësve që i dha një mësim qeverisë, presidencës dhe Këshillit Bashkiak. Dhe sigurisht kjo jep edhe një mesazh për zotin Begaj, presidentin e Republikës, i cili duhet të reflektojë shumë dhe të kuptoj që kryeministria ja ka me të futme shpeshherë me aktet e saj duke prodhuar akte antikushtetuese, jo vetëm në këtë rast, por edhe në rastet të mëparshme. Pra duhet të ketë një reflektim në ndarje të ekuilibrave institucionale dhe të ruaj pavarësinë kushtetuese të institucionit, sepse kishte dhjetra konstitucionalistë profesorë të së drejtës kushtetuese që e përcaktonin qartësisht që kishin me një veprim antikushtetues nga Këshilli i Ministrave, sepse institucionet kanë të drejtë të iniciojnë propozime për shkarkime, por aktin final e bën Këshilli i Ministrave, i cili duhet të ruante integritetin e një procesi ligjor, sipas procedurës administrative, pra parimi i dëgjimit të personit i cili po shkarkohet, dhe mendoj që gjykata kushtetuese përveç ruajtjes së autonomisë vendore dhe ruajtjes të zgjedhurit nga populli, pra Krye-Bashkiaku të Tiranës, shikon edhe faktin që ndiqet apo jo procedura sipas kritereve dhe sipas frymës kushtetuese. Pra ligjet lexohen në tërësi, kushtetuta lexohet në unitet me ligjet e tjera dhe prodhohen vendimet. Dhe mendoj që këtu ka shumë vend për të reflektuar nga të gjitha palët, dhe mendoj që zoti Veliaj e ka përballje në gjykatën antikorrupsion, pra në gjykatën speciale për vepra penale, por në gjykatë kushtetuese kësaj rradhe ka humbur qeveria, ka humbur kryeministri Rama. Lida, tutem, më bëj një analizë politike. Këtu e kam fjalën për qëndrimin e Këshillit Bashkiak, për shkarkimin e zotit Veliaj, për pozicionin e Partisë Socialiste, për vendimin e Këshillit Ministrave, për presidencën i the dy fjalë, nuk po bien përsëritje, po për gjitha këto që të listova. Pra, çfarë do të thotë gjitha kjo? Ky vendim i gjykatës kushtetuese si flet për të gjithë këta që listova? Flet shumë qartë dhe shumë drejtë, sepse procesi është nisur nga Asambleja e Partisë Socialiste dhe jo nga një nevojë e Këshillit Bashkiak, i cili duhet ta kishte nisur procesin me 12 maj, pas konvalidimit të mosprezencës për 3 muaj të Krye-Bashkiakut Veliaj. Dhe jo 6 muaj më vonë, kur i teket Edi Ramës në Asamblenë e Partisë Socialiste, të shpalli një kandidat për kryetare bashkie, të nxjisë trupën speciale të forcave speciale në Këshillin Bashkiak që të shkojnë në selinë e PS-s, të marrin urdhra partie dhe të shkojnë në Këshillin Bashkiak, të prodhojnë një dokument, t'ia çojnë Ramës, Rama ta ekzekutojë, t'ia çojë Begajt që për 48 orë, se kështu thot dekreti, duhet të shpallet vakanca. Dhe nëse presidenti Begaj nuk do ta bënte shpalljen e dekretit të zgjedhjeve, ishte edhe aty në një rast të shkeljes së ligjit. Pra këtu kemi një inicim politik të Partisë Socialiste e cila është nxituar apo është vonuar në precedentin Veliaj. Dhe kemi të bëjmë
Qartë. Me rastin e dytë që Edi Rama përfshihet Lida, në shkarkime do ta vjojmë analizën, po më duhet të ndërpres shkojmë me Engeleda Memën për të marrë edhe qëndrimin zyrtar gjykatës kushtetuese për sa i përket Veliaj dhe presidencës. Rikthehemi edhe një herë me Engeledën. Engeleda, përshëndes sërish. Tashmë duket se kemi edhe argumentimin që